Base kemi edhe ne gabojmë që tek perceptimi apo tek mënyra si e shohim veten, sepse ata italianët që dëgjoja të komentonin Giron e Italisë ishin të mrekulluar nga Shqipëria, të mrekulluar nga Tirana, nga rruga, nga aksi 160 kilometra që bën në jug, nga makinat që kishin parë të qarkullonin në për Shqipëri, makina luksoze, ndoshta kjo fraza e uritur është pak perceptimi ju një gabuar? Shikoja. Më duket pak e që pse ishin të mrekulluar, se në Itali janë të gjitha këto. Pra, pritshmëria që këtu nuk ishin dhe OBUA-qën kanë vektu. Ky është mrekullimi, jo se... Sa kilometra rrugë ka shtruar qeveria Rama? Kjo është pyetje tjetër. Që të mrekullohesh pas ke mrekulluar me ato që ka bë PD dhe LSI 2005-2013, me ato rrugët që janë shtruar. Se me ato jemi mrekulluar 45-48 kilometra rrugë ka bë gjithë linja në tërë Shqipërinë. Shikoja, ajo është Giro d'Italia, më shi krenari për shtetin tonë që një eveniment prestigjos botror të vjen këtu në Shqipëri. A duhet ishim në qik shtet më serios të toshim Giro d'Italias, o miq, o njerëz, jemi para zgjedhjeve, a ka mundësi të shtym pak më vonë, nuk e bëm as të sepse si pas... Giro d'Italia ka agenda dhe nuk ndikohet fare, ka agenda të vetën dhe nuk ndikohet... Agenda Giro d'Italia që ka më rëndësishme se agenda ime dhe juaja personale për vendimarrjen e 4 viteve të ardhshme. Kjo është e tmerrshme. Më dhëmë po pati padër... Ky ishte një shqetësim që duhet të takonte e qeverisë shqiptare, po ndoshta kjo ka qenë levertia për ta sjellë Giro d'Italia në 3 ditët e para në Shqipëri dhe jo për ta sjellë në 3 ditët e fundit që bëhen mbas 2 apo 3 javësh. Ka shumë njerëz që më shkojnë tani thonë gash ti ke mbledh kundër PD-s të gjitha. Në radhë parë do të sqaroj diçka. Unë nuk kam mbledh kundër PD-s, unë nuk jam pjesë e PD-s. Mua nuk më ka paguar ndonjëherë PD-ja, unë jam vetë ofruar si opozitar kundër Ramës, që të jemi të qartë. Problemi është që nuk merrem me fitusin, nuk kam për të marrë ndonjëherë. Në asnjë lloj zgjedhje që kam marrë pjesë, nga 21 deri tani që na kanë ndodhur na 3-4 zgjedhje tjera mes dyja këtyre të mëdhave, nuk kam qenë ndonjëherë Rama është hajdut, është kriminal. Jo, nuk e them atë. Fitus është fitus. Ti merro me shpinën tënde. Unë vodhe një herë turp të vijë, vodhe 2 herë turp të vijë. Më thonë ne po na vjedhin për ditë. Do ta rregullosh në herë gardin ti? Apo lele? Ujku. Kjo është pra idiocia. Ore nuk ka natriumin, klorin, jep krip, nuk t'jep njëherë sheqer më. Ata njerëz që ka listë PD-ja që do me ngritë Sali Berisha PD-n, nuk prodhojnë më, janë kuajt ngordhur.